Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Mirë se u rikthyet. Edhe çfarë po ndodhte aty? Blerina, po shikoja se ç'ndodh në një program tjetër dhe u bëra shumë xheloz. Paralel me ne? Nuk e di sepse në rrjetet sociale gjërat nuk janë kur paralele. Tani a mund bëhemi serioz? Po tani do ishte vërtet e nevojshme. Pra mbasi jemi përpjekur të shesim sikur ne lexojmë gjithkohën. Kedosi na fut on air duke parë Instagram. Që si ishte Instagram, Kedosi ishte TikTok. Po sepse po mvite turp ta thosha që un jam dhe në TikTok. Po sepse janë ato ditët e fundit, edhe duhet shohim ç'po ndodh. Dhe un jam kaq jam futur, do të thonë jam futur në fund, pra gjithë po ikin nga ania që po mbytet, un hipi në anije. Po ke parti që ky TikTok është unë nuk e di pse merrem me kokainën, kur e kemi pa lek, falas, është vetëm me wifi. Ai pra, pse kota ai rrugaçi lagjes. Po pra, si është puna që me këtë rrugaçin po merremi 2 muaj para zgjedhjeve, po mos më fut në temë. A mund ta shfletosh pak atë? Po kam këtu e kisha unë fjaloren. Mos bëjmë sikur ne nuk ishin përgatitur për çfarë do ndodh tani. Kam fjaloren e gjuhës së sot me shqipe. Jemi futur foljes dal. Dhe unë jam futur në detaje kësaj folje Blerina me 30 ca kuptime. Po edhe sepse po pres të dalim tek shpreha të dalë në ball. Pra si e ka menduar dhe si e ka shpjeguar fjalori i gjuhës së sot me shqipe këtë? Kuptimi numër 17. Këtu e lam herën tjetër. Dal në veten e tretë, do të thënë del apo doli, më fal. Është diçka që ka burimin, që buron që rrjedh. Kryesisht përdoret për lumej. Për shembull, drini zi del nga liçeni i Pogradecit, doli naft në Shpirag. Kjo është ha. Brava, po. Lajmi ka dal nga burimet sigurta. Gjithmonë. Urimi i del nga zemra. Këtu të mendoj që un kam njohur vërtet dikë me emrin Urim. Dhe po mendoj si mund i dali dikujt ai gjithaj gomar, domethënë gati 2 metra, si mund i dali dikujt nga zemra. Dhe këtu e vetmja mënyrë më vjen rikujtoj Jim Carreyn tek ku Jim Carrey ishte investigator në Afrikë dhe dilte nga trupi i një rinoceronti. Po nese, po kthehem në fjalor. Kam përshtypjen që gjetëm kush ishte ai ndër ne të pestë që konsumon substanca të ndaluara. E gjetëm. Sapo. Sepse TikToku tashmë për pak është substancë ndaluar. Kuptimi i 18 i foljes dal. Kur diçka nxirret apo merret prej apo formohet. Pra kur është prodhim i dikujt, kur prodhohet. Vaji del nga ulliri. Nga vezët dalin vemjet. Uji del nga bashkimi i hidrogjenit me oksigjenin. Ky motor ka dalë nga duart e DJ Kedosit. Nga fera del trëndafili. Ndoshta, sapo doli nga fabrika thot këtu, po jam shumë dakord edhe me ferrën dhe trëndafilin. Ajo mund të sepse e kam përdorimi 19 është figurativ, që është prejardhja shoqërore. Pra kur vjen nga kur rrjedh nga, ka dalë nga gjiri i popullit. Por rastin tënd, ke dalë nga ferra që është një klasë, pra në nivelin e luleve ferra është një klasë ordinare, kurse trëndafili është një klasë e lartë. Është një klasë e ashpër le të them. Si më thon, trëndafili është oligarku, kurse ferra jemi ne, njerëzit e fleshtë të popullit. Kulam, kuptimi 20, kur diçka botohet, shpallet, vjet në shitje, në qarkullim e tjerë. Doli një romaneri, doli gazeta, doli vendimi. Dolën domatet. Kjo dalja domate më duket sikur do dalin një nga këto domatet me pesticide dhe del vetë me këmbë veta, domethënë. Kuptimi 21. Vjen si përfundimi i diçkaje, vjen si pasojë, si rrjedhim, as si rezultat. Rrjedh, paraqitet, del si përfundim. Këtu kemi pra disa nga shembujt. Del e nevojshme, del e domosdoshme. Del e qartë. Del në plan të parë. Doli ndryshe puna. Prej kësaj del se s'doli gjë ajo fjalë. S'del gjë prej asaj pune, apo s'del gjë nga një njeri. Nga kërkime s'doli ndonjë gjë re, s'del mundimi apo s'del përfitimi. Shiko se s'del mirë pastaj. Këto ishin gjithë disa nga variantet e përdorimit. Kuptimi 22. Kur vjen në përfundim, gjen zgjidhjen që kërkohet apo që dëshirohet. Përfundimi doli mirë. Si dolën llogarit. Na doli numri i madh. Ushtrimi nuk del. Pra nuk zgjidhet. Kuptim tjetër figurativ, kur arrin në një përfundim caktuar, kur bie apo vjen në një gjendje të mirë apo të keqe. Për shembull, dal faqe bardh, doli fitimtar, doli pari, dolën barabar,
doli mundur, doli mirë, doli keq. Si doli pafajshëm. Kalon te këtu është, doli pafajshëm. Kemi edhe këtë dalt për mirë. Dalt në balla akoma jo. Doli në selamet. Doli në selamet, unë nuk e kam përdorur ndonjëherë, po e kam të dëgjuar. Por ndoshta mund ta përdor. Selametin do ta lëm te soja. Selametin e kemi hequr që the selam mosaj dhe nuk do i kthemi më selamit. Kuptimi i 24-t, jam i aftë të përballohet krye një punë, një detyrë tjetër, krye mirë, duke ka përcyer pengesa vështirësi. Jam i Zotit, domethënë. Jam i aftë ta kundërshtoj, ti vjen përballë, ballafaqohem me dikë tjetër. Ja doli në krye, ja doli deri në fund. Ja del dot asaj pune, s'ka njerëj që t'ia dalë atij. Si del dot me fjalë, as si ja del dot me të keq. Një kuptim edhe figurativ është kur fiton një profesion, pasi ke kryer një shkollë. Pra doli inxhinier, doli mjek, doli teknik i mesëm. Edhe kur nuk e ke kryer, ëh? Jo, këtu thot pasi e ke kryer. Derina. Por ne tani kemi arritur ti bëjmë edhe pa e kryer. Si më thën, doli budalla nga shkolla. Jo, më doli mjek pa hyrë gjëkundi fare. Po, kemi raste të tilla. Sigurisht se kemi edhe raste ku diun. Pedagogësh etj. Më pëlqen kuptimi i kur i hyn diçkaje me vrull dhe me vullnet, kur merr përsipër diçka. Ky është kuptimi 26. Doli partizan. Doli i pari në aksion, doli dëshmitar. I del krah dikujt. Kuptimi 27 e tregon veten se njeri je. Pra të dalin të mirat të këqija në shesh nëpërmjet sjelljes së punës. Ja të lexojmë një shembull. Doli matrapaz. Doli Zoti, doli pa besë, ose siç thua ti, doli patronazhist. Kuptimi i 28 duket si është pasi provohet a pasi kontrollohet diçka. Për shembull, piepri doli ëmbël. Arra doli fyçk. Ç'është ky shembull kështu? Ua, shtet. Ua, mezi u pres fën tash për të parë fyçka që ne e kemi ditur ndryshe, mund të jetë një gjë komplet ndryshe. Veza doli e prishur. Kali doli i fortë. A mund ta rregulloj këtë? Kali na doli i fortë. Kuptimi i 29. Kur diçka është e mjaftueshme, mjafton arrin. Pra del për një fustan. Del edhe një elek. Si dolën parat, nuk më del koha, mezi u dilte për të ngrënë. A na del mielli? Në mos delte pron. Do bëjmë si do bëjmë. Kuptimi 30 drina, jemi shumë afër, do jemi shumë afër. Se janë 35. Do qarë. Kuptime. E ka drejtimin diku, të nxjerr atë çon në një vend anë një drejtim caktuar. Shkallët dalin në kopësht. Kjo rrugë del në shesh. Kuptimi 31, bëhet ashtu siç mendoj dhe parashikoj, vërtetohet, kryhet. Doli fjala, do që ti dalë vetja, ëndrat nuk dalin. Turp të dvise ëndrat dhe dalin. E kam parë një ëndër me zgjedhje më Blerina, që mezi po pres të dalë. Të vinë zgjedhje dhe të marr vesh do mdali apo s'do mdali. Mora vesh që do marr lek për zgjedhje. Po se di mase, mos vallduhesh zë votën, që të mdali ëndra. Ktu jam në këtë më dyshje jam. Dhe kam dëgjuar për itinerarin që bën këta të shitjes votës, po s'pondeshemi. Mund të ken dhe frikë nga unë. Unë kuptoj jam edhe nuk jam njëri që të fus frikën. Ke akoma edhe 1-2 muaj të flesh të ndërosh që të gjesh dhe rrugën. Jo, mirë do ishte që të merr çfarë sot që ti investoj ato para. Që kur të vinë zgjedhjet, mos jem atë 5 vjeçën e parë. Të kem arritur ku diun. Të kem marrë në Bitcoin. Çfarë kemi tjetër këtu? Kalimtare bisedore, ka përcej, kaloj për shkruaj, si më thënë, doli lumin, apo doli pragun. Kuptimi 35. Që nga pavetorja, si pas kuptimit parë, 2, 4, 5. Këte nuk dile, bare, iku. Tani kemi, më vjen turp të ta them Blerina, po kemi 2 faqe me përdorime, po themi, figurative, dhe nuk dalin, domethënë ne nuk dalim deri nesër. Kështu që un propozoj dhe janë realisht 2 faqe fjalorit. Kështu që e lëm për herën tjetër. Po. Shumë faleminderit. Nuk do dalim dot nga folja dal. Dolëm gjallë edhe këtë herë nga rubrika e fjalorit. Do ikim me një këngë alla frënga.